Rrobat e bardha do të shkëlqejnë nga bardhësia. Hidhni lëng limoni në lavatriçe dhe do befasoheni. Shpeshherë për zbardhjen e rrobave përdoren detergjent të ndryshëm, një ndërto është edhe klori. Studime të shumta kanë treguar se klori mund të dëmtojë shëndetin pasi ndikon në formimin e gazrave dhe lëndëve helmuese, të cilat gjithashtu mund të shkaktojnë komplikacione të frymëmarrjes, dëmtime të veshkave dhe si mund të kthehen në shkaqe të sëmundjeve të tyre. Për fat të mirë, ju mund të hiqni dorë nga rrobat krejtësisht të bardha vetëm për shkak se keni vendosur të shmangni zbardhuesit artificial. Opsioni më i mirë që mund të zhvendësojë këto produkte potencialisht të dëmshme është lëngu i limonit. Ai mund të përdoret në dy mënyra. Thjesht shtoni një lugë me lëng limoni në lavatriçe në mes të ciklit të larjes. Pas larjes, lërini rrobat jashtë për të tharë në diell. Vendosni rrobat e bardha në një legend të madh me ujë të nxehtë. Shtoni një sasi të madhe lëng limoni dhe lageni pastaj vendin e rrobave të bardha duke i lënë atje gjatë natës. Mos i lini rrobat me lëng limoni për një periudhë të gjatë kohore.